Pyetja radhës thotë nëse jeton në qytet ku nuk ka musliman, nuk ka xhami e nuk mund të gjesh xhamat si duhet vepruar për namazin e xumas, Allahu shpërblet e na bashkon në xhenet tonë. Ky njeri I cili jeton në një vend ku nuk ka xhami edhe nuk ka musliman, do thotë duhet me u mundu, që mos me I kaluë më tepër se 3 xhuma. Për të arsye se është në një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku përmendet thotë çatina që I kalojnë 3 xhuma pa arsye, 3 xhuma pa arsye, thotë le ta kontrollon vetvetin e vet apo le ta kontrollon imanin e vet. E tash, nëse njeriu është në burg, ai gjënojt apo tani ka përcen 3 xhumaje, 4 xhumaje, 5 xhumaje, 1 vjet, 2 vjet, 10 vjet, varësisht se sa është, s'mund më fal se në burg është. Ama pitina xhumaja nuk lipet, apo ton. Ama çai I cili për shembull është I lirë, do thotë nuk I ka prangat, mundet me lëviz. Atëra ai do thotë do të më shku me gjet xhamin. E tash xhamia është 30 km, 50 km, 100 km, nuk ka më rëndësi. Kryesorja do thotë si musliman e ka për obligim me lipën xhami. A unë do thotë sa ku mujt me pa dhe me vrejtën apo këton, sidomos në perëndim, në vendet ku nuk janë islame, po janë jo islame, apo nuk ka vend çka nëse I ban për shembull thojna 30 km apo 50 km që nuk vjen te xhamia. Pa marr parasysh ajo xhami do thotë është arabëve apo është turqeve, është pakistanezëve apo varësisht se kujt është. Se dikush për shembull arsyetohet thotë, jo ne duam të shkojmë fal veç në xhaminë e shqiptarëve. E për më fal në xhaminë e shqiptarëve ndoshta dikujt ne nevojiten mi bën 150 km apo 200 apo 300. Po nuk ka kusht që xhamohen me fal te xhamia e shqiptarëve. Do thotë mundesh me fal edhe në për xhami tjera. Ndërsa xhami tjera elhamdulillah na për dunjë janë të shumta, se nuk ka vend e që nuk ka musliman. Do thotë nuk ka vend e që nuk ka musliman I cili do thotë mundohet me adhuru Allahun dhul xhelal edhe me bën kushte do thotë për adhurim. Ashtu që secili musliman duhet me pas parasysh që mos me I tejkalu më tepër se 3 xhuma, se nëse I tejkalojnë më tepër se 3 xhuma, ju hupet ndjenja e besimit. Apo kupton? Do thotë ju hupet ndjenja e besimit. E do të më mundu ki musliman I cili jeton do thotë në vend ku nuk ka xhami, që bile në 3 xhuma me qenë prezent në xhami. Pse se xhumaja e ngjall do thotë besimin, edhe e ristarton imanin, nëse muj me u shpreh në këtë mënyrë. Po.